Ej, miq, përshëndetje. Mirë se erët ke puntata radhës. Do kemi puntat veçantë sot. Unë faktikisht që i kam shumë fiksim të kufjet, po që ja që duan faktikisht. Ej, si keni qeni erë? Shpresoj t'jeni gjithë mirë, te keni kalu sa më bukur dhe me këtë vapën sa më shumë plazhe, pishina shkoni për qef relaksoni, se ndryshe po mos jesh relaks se nuk ecën përpara, duhet t'jesh i kthjellët nga mend e kokës. Më kuptut, chill e jeta. Emisioni sot është i veçantë për një arsye. Personazhi që ju e keni pa edhe në rrjetet sociale dhe në emisione tjera faktikisht, po është gjermane, po me plot gojesh për t'i thënë shqiptare, sepse ka dhënë një suport papam për Shqipërinë dhe nuk e di, e don aq fort, që është shportua bit faktikisht, po unë jam shumë kurioz dhe shikojmë sot, dhe unë pa ko do ta prezantoj. Ajo është Melinda Musolli. Melinda, përshëndetje. Përshëndetje. Kam. Si të kam? Mirë jam, faleminderit shumë, po te si je? Edhe ne këtu mirë, faleminderit. Vape si Shqipëri, po shtyhet, jemi mësuar me këtë vapën. E nachni sa të mundi në këtë kohë verë, se këtu në Gjermani ku jam për momentin është shumë freskët. Shiko, pa u fut në temë, një pyetje kështu shkurt. Sa ditë atje në Gjermani ka qenë shumë vapë. Patëm paca video, njerëzit në për supermarkete, kondicionera, gjëra tilla. Domethënë ishte hera e parë që bonte ai shumë vap atje? Nuk është hera e parë, po prapë ishte shumë vap, për një periudhë shumë shkurt, domethënë 4-5 ditë, merr vap pafund. Kjo është e fortë për ju atje, jeni mësuar gjithmonë me fresk. I shumë të drejtë. Këtu kemi normalisht kohën shumë më freskët, si sot, 20 gradë, më shumë nuk kemi, edhe ndërreshë qiut. Ajte, Gjermani e sapi, si thënë, Gjermant janë Gjerman. Vëlla, unë për vetën time kisha po shef me ndru, kisha po shef më ardhë në Shqipëri, me relaksuar, me najtë apordetit, me shiju kohën relax. Mirë, ca ditë pushime është mirë të vish këtej. Po vi për të vi. Do vish tash i shpejt, do vish nga gushti. Po, jo, në ka gusht nuk vi, po vi në shtator edhe tetor, edhe në dashën e vëtor vi prapë. Mirë, s'prish punë, shiko. Në Shqipëri neve gati 12 muaj po i bëjmë verë këtu. Ka ndryshu koha. E di, se Shqipëri. E di shumë mirë se Shqipëria e kam si shtëpia e dytë, kështu që jam shumë shpesh atje, edhe di shumë mirë se është mote shumë mirë atje. Shiko, habitën për i diçka. Domethënë ti je gjermane, ke mësu shqip dhe ke mësu realisht mirë është për thënë, që shqipja është shumë e vështirë ta mësojnë tujet. Dhe e do kaj shumë Shqipërinë, bën një suport shumë të madh, edhe në rrjetet sociale dhe kudo për Shqipërinë, duke qenë gjermane. Si ka mundësi? Po mundësi, vetë të tregoj drejtën nuk e di çka kam ndodhur me mua, por e kam një zemrën, e kam një shpirtë dhe në zemrën dhe tërëzisht i du shumë jashtë mote. Ka filluar një kohën e luftës nga Kosova, atëherë ka filluar historia ime, kom ndjoftu me njerëzit, me shoqëri, edhe kom qëndru me këtë, edhe du shumë, akoma kom shumë kontakt në ngushtë me këtë, edhe qashtu më ka lidh puna me shqiptarët, jo vetëm puna kështu, po edhe lidhje zemrës, lidhje dashurit për shoqërit, për familjen e shoqërisë. Edhe gjithashtu deshte më kuptu çka flasim, deshte më di, më përshëndet, deshte më di gjithçka, edhe ashtu në Tova, edhe kam pas shumë inat se nuk e kuptova asgjë. Po në Tova, avash, deri tani mirë jam. Por normalisht duhet më vazhdu akoma më këtu, edhe më shumë. Jo, kjo është e fortë.
Gjermane domethënë ta ketë kaq shumë për zemër Shqipërinë. Shiko, në përgjithësi gjermanët e kanë për zemër Shqipërinë, flas për ata që janë në shtet atje. Po. Sepse kanë interesat e veta. Po gjermanët që ta doj kaq shumë, edhe e bukur se ti ngjasi shqiptare realisht e flet atë shqipen si tush. Si shqiptarët kur ikin në Gjermani, që vetë ty i mëson jeta atje, edhe mundohen ndryshojnë pak të folmen. Po jo se ka ndryshuar total. Tash ti e ke mësuar nga e para shqipen. Edhe flet bukur. Faleminderit shumë mastori për këtë kompliment, por mendoj unë e du kaq shumë më mësu gjuhën shqipe, se për mu tani mas një ku më vjen letë më fol, edhe e du me vërtetë me zemër, kështu që një të donë diçka me zemër, kjo puna shkon shumë vaj, shkon me vërtetën vetë. Shiko, të pyes, ti miq shoqëri shqiptare atje? Besoj këto 6-7 vite domethënë që je dedikuar Shqipërisë, besoj se ke ndruar shoqërinë total atje. Nga gjerman shqiptar. Ke shumë? Shumë të drejtë. Kam shumë. Normalisht përpara e kom pasë shoqëri gjermane, kam akoma, por e ki shumë të drejtë, më kam ndryshuar edhe rrethin e shoqërisë, kam tani shoqëri nga troje shqiptare, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Montenegro, do më thonë Majzi, nga Makedoni, dhe gjithashtu edhe Preshev. Mos më harrojmë edhe Qarmëri, e kam shoqëri rreth troje shqiptare, kam këto në Berlin, edhe kur do iki, për shembull, një troje shqiptare në Kosovë, në Shqipëri, edhe vende tjera, shkoj atje dhe kam njerëz që më njohin, se i du, më ndojnë, çka du më shumë unë. Është për to habit. Shikojeni, jam kurioz. Ti ke afërsisht 6-7 vite që je dedikuar Shqipërisë. Mos gaboj. Po, normalisht i kam pak më shumë vite se historia ime ka filluar në Kosovë, po në Shqipëri janë për afërsisht 7 vite, 6 vite po. Tani, ti ke ardhur nga një, si tush, totalisht gjë ndryshe, Gjermania. Si tush një gjermane e rritur atje, gjermane me pak fjalë, se nuk di dhe unë si ta shpjegoj. Bën një kthes me Shqipërinë. Ku është diferenca? Çfarë diferencë ndjen, shikon? Sepse është diçka që duhet kuptu po të provohet. Kurse kështu me amendësim, për shembull, po ta mendoj unë, nuk është se e kuptoj. Ti e kupton më mirë. Një ndryshimi, si e ndje, ose si shikon ndryshimi midis qenit gjerman dhe ti e shqiptar. Midis tyne dyjave. Është shumë i thjeshtë, më thonë drejtën, përpara nuk i kom ditë si janë shqiptarët edhe si kanë temen edhe si janë më gjakë se në tjera. Isha si përtu edhe temi gjermane, kështu, me regla Gjermanisë, që ki ftaft edhe vetëm kështu, më thonë përpara edhe kom pëllu punën e hetja, shoqëri, gjithçka. Por, kur kom nisë kontakt me shqiptarët, i kom po, ata shqiptarët janë më ndryshe si gjermanët. Për këtë pikë, se janë më ngrohtë një zemër. Edhe janë të gjithë së bashku. Nisë më shani nuk mund të për gjithë gjermanët janë të njëjta, por në vetën time, gjermanët kanë qenë gjithë se qikë si ma ftoft, edhe kanë qenë ma shumë vetë, edhe kjo nuk më ka pëlqyer fare. Po ku kom pas kontakt në fillim me shqiptarët edhe kom po janë të gjithë si bashku, hajnë të gjithë bashkë, folën bashkë, flasën në buzëqeshje, tankohen, edhe janë shumë afër në më vetën, kjo më ka pëlqyer shumë jashtë mose. Jem fut brenda edhe nuk jem largu fare. Shiko, ne shqiptarëve na duan gjithë. Kemi ca anë të mira që na duan gjithë. Përveç ca anëve të këqija, pasaj që është temë tjetër. Por ne si shqiptarë realisht na duan gjithë për shumë arsye. Jemi familjarë, jemi të shoqërisë, bëjmë për njëri tjetrin, mblidhemi të gjithë bashkë, kafet, gjërat i muhabetet i bëjmë bashkë. Kemi një jetë që kemi gjithmonë me njëri tjetrin. Domethënë,
nga të vegjël deri në fund tjetës kur plakesh. Nuk është se ke neve njën këto diferencat që kur je i vogël, mbush 18, ikën i ftoht nga familja e këtu mami edhe kur ti ke 40 vjeç, të merr në telefon si kur ti je 15 për ditë, ha ku je? Më kupton? Është kjo si tush, është kjo gjëja shqiptare realisht që neve e kemi të veçantë. Dhe shqyr Zotit, edhe sot në 2026, kur shumë gjona kanë ndryshuar në gjithë botën, ne jemi akoma këta. Si këtu, edhe jashtë Shqipërisë, domethënë ku ka shqiptar e kanë rujt këtë sistem, këtë traditë. E lëmë të goje, për këta ka ke thonë, edhe shumë të drejtë. Kjo i bën nga herë për shtypje tuajve kur na shikojnë me thënë drejtën, po këto jemi ne. Po ndjen mirë të gjithë, kush vjen këtu sikën më. Ishtë shumë mirë me këta fjallë, të rëzë që lumë goja, këto jeni jo, edhe mos të ndryshoni asë 1% për këtë, se kjo është shumë i veçantë. Është i veçantë edhe unë i ndi tani këtë që ke thamë. Mu marëm shoqë për shumë në telefon, për indrit e shoqërisë të mi, linda ku je, mos jemi Shqipëri, ose mos jemi Kosovë, po jam. Hajde, të bret bukën në shtëpi, më thirën edhe kjo i du shumë, jashtë masë. Më thirën më shkruan edhe për indrit të shoqës se unë për shumë si ki mamin, do vish me mamin, si edhe vi me mamin, shpesh në Shqipëri, po dhe vi edhe me mamin, mos gabon, mos marrë me mamin, si këto kemi me qëndru. Edhe kjo është qka shumë i veçantë, seriozisht. Unë flasë me ty, po kam lot me ty, se këtë fjallët janë shumë të e veçante dhe janë shumë, nuk di, më të nojnë shumë. Ja mund bëhet shefi shumë për Zotin, që ti dëgjosh gjithë të fjalë të mira, realisht nga një Gjermane, se ti e Gjermane randë parë, më kupton? Është për tu habit edhe më vjen shumë mirë, sinqerisht më vjen shumë mirë, domethënë për këtë Shqipërinë e vogël që kemi ne. Edhe kur të vish në Shqipëri, të du këtu në emision live, që të jetë shumë e bukur edhe shumë e gjallë. Me gjithë qef do vi, për respekt, për qef, kam me vërtet në vi, edhe nuk pritoj, këtë i du shumë, do vi. Jo, je shumë allegro, je shumë happy, nuk e di, je pat impaktin, pse ta shpar që meriton ditu shqiptare, unë kam shumë shok Gjerman, po Gjerman, edhe kur flasim kamër, domethënë nuk janë asnjëherë kështu si shikoj ty tash. Është tipik Gjerman ai. I ftofët, ka të qeshmen alla Gjerman që, ma të të veten, po prapë është Gjerman, më kupton? Kurse në këtë variant, që unë të shikoj ty, ti je totalisht shqiptare, e qeshur, happy, mënyra si flet, mënyra si rrin, më kupton? Më ka bërë shumë përshtypje, sinqerisht, pa llogarit pasaj në rrjetet sociale që unë shikoj, aktive të shqiptare 100%. Nuk ka habit për Zotin. Faleminderit shumë, drejt të tregoj që unë thëmë vetës se jam Gjermane, po më zemrën Koqëzi. Kështu që e kom ndryshuar edhe jetën time për shumë gjerat. Fillon edhe dita ime me një espresso ose me një macchiato. Tash ose i kom thuar një Kosovë ose një Shqipëri kur jam andej, gjithë fillon dita me një espresso, fillon dita me shoqëri, edhe vetëm me energji pozitive dhe më bështeshje. Se mendoj unë, këtë është shumë rëndësi, se jeta është të ftoftë, jeta ka problemet e veta, po prap me qenë më bështeshje, edhe me fjalët e ëmbla edhe të buta, kështu shkon jeta më mirë. Po ka lezet, janë fjalë me vend ato. Duhet t'jesh happy, që të eci marë dhe të eci mirë, jep energji pozitive, edhe për vete dhe për njerëzit që të rrethojnë faktikisht. Shiko, jam kurioz, sepse unë të shikoj ke ajo zyra ku punon ti, edhe në për postime se ti edhe postime shpesh. Edhe thu jam këtu ke puna, realisht, qa punë e bon? Unë punoj këtu në zyre e vogël, është quhet, është për IT, software quhet, edhe jam këtu në marketing.
Kam shumë punë me njerëz tjetër, flas edhe para njerëzve, por sa më kanë para kamerës. Kështu është një punë që kom ditë gjithë marketing, më pëlqen shumë jashtëmose, kam kontakt me shumë njerëz, edhe puna ime është edhe më bëhet njerëz më bushqeqje. Si jam edhe tani këtu. Shumë pozitive, dhe kjo punë më pëlqen jashtëmose. Jo, seriozisht, unë i shikoj postimet i këtë gjitha happy. Jep shumë energji pozitive, sinqerisht. Faleminderit. Jo, më bëhet që uroj më të mirat. Faleminderit shumë gjithashtu edhe ty, por edhe drejt e tregoj ku nuk jam shumë kohë këtu një punë, më thonë një vjet tani jam këtu, po krejt kolegët e mia i kam gjermanet, edhe ata e kam infektuar me senët e mia, me Shqipëri, me Kosovë, me trojë shqiptare, kam 2-3 kolegët, kam kolegë ngushtë këtu, ata vinë, janë gjermanet, po më thojnë ditë për ditë një mëngjes, përshëndetje. Kanë mësu qip. Po, ditën e fjallë që me kanë bërë edhe follow në Instagram dhe i shyrën si jam të bo video këto ke puna, edhe me thojnë përshëndetje me Linda. Si je, thot njona, ose ka ardhë një kolegë ka thënë, një mëngjesi bukuria ime. Duke se ti po shqiptare të zita ato aty. Au, me gjithë Me gjithë qep, thotë. Po jo vetëm kolegët e mia, po gjithashtu edhe shoqët e mia, ose mamën, babën, edhe prindët e mi. Mirëdita, ti je, ku po shkon? E ke bërë gjithë drejtimin në Shqip tash. Po seriozisht, se unë nuk flas, po unë jetoj edhe Shqip. Kështu që jo vetëm ti bëj diçka në rrjetet sociale, po unë faktikisht jetoj Shqip. Me gjuhën, me kuzhinë, me gjithçka, unë nuk mendoj as gjuhën gjermane, po mendoj gjuhën shqipe. Mendoj edhe flas Shqip. E fort. Tash të mungon vetëm të vish transferohesh trish këtu. Po, për këtë e kom filluar puna, se nuk du më kuj kom rrita shumë për këtë, po gjithçka shkon avash, por hapi por i kom bërë për me transferu edhe në Shqipëri. Serioziste? Po. Ja, dhe ishte e bukur. Po që edhe është e kuptuat, jam në Shqipëri edhe një trojë shqiptare me thonë 6, 7, 8, 9 herë një vit, do ik janë ndej. Drejtë të tregoj si puna ime mund më bëhet dhe në Shqipëri, nuk është problem. E punoj me laptopin. Por e kam diçka që është shumë e rëndësishme për mua, shumë e veçantë për mua, edhe ata janë prindërit e mi. Kam prindërit e mi më moshë, kështu që e kam obligimin me qenë mamin dhe babin. Edhe këtë i bëj deri në ditën e fundit. Nuk du më për këtë temë, por pastaj e paloj valizit, do ike. Fiks si shqiptare dhe ke thënë. I kam 2 prindit dhe kam detyrë deri ditë fundit. Po. Duhet. Si shqiptare. Edhe ata për mua kanë bërë shumë senat, kështu që edhe unë i bëj se i du shumë jashtë mote dhe i bëj deri në ditën e fundit. E pastaj është më ndryshe. Do ike. Do vinë në Shqipëri. Ke plotësisht drejt. Ata ta kenë jetën e gjatë sa më shumë. Faleminderit. Zoti. Po më bëhet qefi për ty sinqerisht, edhe jam shumë happy dhe ndjem, si ta them, shumë i gëzuar, s'di si ta shpjegoj atë emocionin, domethënë kur të ngjoj që flet, sinqerisht. Është interesant. Nuk e di, edhe unë të tregoj drejt, kur kam kontakt me njerëzit të mira, më bushqetje, mu më hapët zemër shumë. Bëli edhe të shqiptare, të shkojnë tani për shembull në Shqipëri, edhe pa përgatitur në më vinë një shok ose njerëz i njohur, për e vëktime, vetëm në thirrën, për shembull kam qenë herën e fundit një dorë, edhe më ka ardhur shok. Edhe më ka përtit Linda, ku je? Se nuk më të treguar. E thash,
ishte spontan të erdhe, edhe më ka përqafu kështu, edhe ka thënë shumë mirë të erdhe në shtëpinë tënde. Faleminderit shumë. E një ditë më vonë më ka thënë nona e tij, ka thënë për darkë. Edhe për darkë. Edhe unë ku shkoj i thiri njerëzit e mia, shoqëri i thiri, hajde jam këtu, ikem për kafe, shkojmë dikon, shkojmë afër detit, hecim, shkojmë në Sarand, Berat, Butrinti, pa më parasysh, ikim në Durrës, ose në Thet, shkojmë bashk, nuk jam kur vetën atje, edhe kështu më hapet dëmbër më najtë me shoqëri, me njerëz të ngrohta, edhe jam më pëlqen shumë jashtë mose. Jam bashkëtar edhe unë, jam më shumë. Më bëhet qefi shumë për ty, sinqerisht. O Melind, një pyetje. Kjo situata që është sot në Shqipëri, me këtë protestën e me këto gjërat, ti nga atje, si e shikon? Se është ndryshe ti është këtu, po nga atje, domethënë, si duket informacioni që vjen deri në Gjermani për shembull, sepse dim që informacioni është shumë i kufizuar. Domethënë, në rrjetet sociale këto algoritmet nuk lënë që shumë informacion dali jashtë në botë. Atje si shikohet dhe si perceptohet dhe si e mendon ti? Paski hapë një temë, se është tema për mua personalisht shumë e mërzitshme, edhe është një temë shumë e rëndësishme. Këtu në Gjermani, unë më me për rretën time për shembull, e pyet shumë herë kolegët e mia dhe shoqet e mia, a keni dëgjuar diçka si është puna për momentin në Shqipëri? I thonë shumë pak. Se nuk i kallzon rrjetet sociale shumë temat ose një lajm këtu në televizion, nuk i tregojnë shumë temat. Edhe tani i plas unë, do të është kështu, që një video të si kanë shpërdojnë një rrjetet sociale, ju lidhim afër meje edhe ju i tregoj tyre si është gjendja me vërtetën për momentin në Shqipëri. Edhe atë janë habitur, se thonë, këtë nuk e kemi ditur. Më pyetën tani ditë për ditë, a ka diçka të re, si është situata për momentin në Shqipëri. E unë personalisht, se jam larg, isha po shumë qef marrë në për proteste, e kom provu 2, 3, 4 herë më fund me shefin e punës, du më shku, por më thot Linda, të lutem kupto, kemi shumë punë për momentin, edhe nuk mund më të dhëmë leja. Por, atëherë, nisë nuk mund më shku në Shqipëri, me më bë proteste, për shumë me jush, unë i bëj punën time, kështu që shpërndo gjithë shka mund më po në rrjetet sociale. Kështu që shpërndo videot, dhe jo vetëm një Instagram, po gjithashtu edhe një TikTok, edhe një WhatsApp, kam qef me ditë shumë edhe ma shumë njerëzit si është gjendja me vërtetën në Shqipëri. E jo vetëm me po foto edhe video, por gjithashtu edhe me kuptu si është gjendja, si unë po mendoj. Çka më ndodhet për momentin në Shqipëri është shumë më rëndësi. O sot, o kur. Kështu që duhet më vazhdu, mos më shprehta, më vazhdu proteste, më kani fort, edhe gjithë shka më vonë për më ndryshu situatën. Kuptoj. Jo, faktikisht informacioni shumë i vakët për kur del jashtë Shqipërisë. Sepse janë ti di këto ndërhyrjet, kufizimin në algoritme e këto, prandaj të pyeta si vjen informacioni andej, si perceptohet edhe nga gjermant nga janë, dhe si e shikon ti realisht. Isha goxha kurios për këtë pjesë, po ti të paktën duke pas rreth shoqëror shqiptar, ti e mbledh informacionin. Të vjen me mesazhe, të vjen me share, të vjen telefon, WhatsApp ndoshta. Më vinë videot nga shoqëria ime, si kam gjithkohë në troj shqiptar, kam njerëz atje në shesh në Tiranë, kam njerëz edhe në Vlorë, kështu që më vinë videot edhe këto e shpëndo. Edhe gjermanët i thojnë prakosisht çka ndodhet për momentin në Shqipëri. Është shumë mirë edhe duhet me vazhdu.
Mendoj se i dini, kam pasur edhe këto para shumë kohë, kanë qenë Gjermania shpendom. Kështu që edhe atë kanë një me bë protestet shumë edhe më shumë dhe kanë mund me ndryshu sistemin. Gjithashtu edhe thonë tani gjermanët, shqiptarët duhet me vazhdu. Është shumë një çka i bojnë, është drejta e shqiptarëve edhe nuk bën me ikë dorën prej këtyre protestave. Edhe unë më shumë temat, prej shoqëve të mi edhe i shtet, ose në Instagram, edhe i shpëndot gjithçka për më kuptu rreth i shoqërisë dhe rreth e tyre njerëzve që më bojnë follow në Instagram, si është situata në Shqipëri. Se di se përndryshe janë temat i kefuzuar. Videot nuk dalen, nuk hapën, edhe këtu mediat nuk i tregojnë gjithçka. Shiko, shqiptarët që janë atje, të paktën ata që ke ti besoj afër në lagje, në zonë ose ato që nje, kanë pas reagime ose janë mbledh, kanë dalë bashkë për këtë temë, sepse në përgjithësi në disa shtete të botës, shqiptarët janë mbledh, kanë dhënë një suport dhe nga atje për këtë pjesë. Aty ku je ti për shembull, në qytetin tatë, ke parë diçka të tillë ose kanë bërë diçka shqiptarët ose shqiptarët si e perceptojnë? Ata që janë atje. Janë të bërë, e kanë bërë edhe vazhdojnë punën edhe këtu. Në Belen, ka demonstrata gati çdo fundjavë. Veshëm koqëzi, marrën flamurën e Shqipërisë edhe do shkojnë në protestë. Nëse çdo fundjavës nuk mund gjithkush më shku, as unë nuk mund më shku gjithë fundjavës, por kur kemi ku edhe kur kemi mundësi, do shkojmë edhe këtu në Belen në protestë. Ka shumë, si të thash, gati çdo fundjavë ka protestë. Nuk jemi vetëm ande në Shqipëri, po jemi edhe jo, jemi bashkë me ju edhe protestojmë edhe këtu. Shiko, jam kurioz. Duke qenë se ti atje, video të këtyre aktiviteteve, ke në telefon? Jam. Do më dërgosh diçka sot, se ne ta bëjmë gati emisionin, se ne me regjistrime kemi sot, do të transmetojmë nesër. Kështu që publiku gjatë kohës që unë po të them, do ta shikojnë emisionin dhe pastaj të shikojnë videot këtu. Kështu që do të më nisësh që ne ti nxjerrim pak aty në transmetim gjatë emisionit. Do të më nisësh sot. Më vonë ndoshta 2-3 video, 4 video, domethënë si shkojnë aktivitetet atje. Si jam kurioz realisht. Sepse ka i diçka, shumë pak informacion vjen në Shqipëri se ç'a ndodh andej. Veç një video tek tuk, po që duke pas intensitet videosh të protestës në Shqipëri, humbasin këto postime, nuk para dalin, nuk para bëhen viral. Ç'a bën bota jashtë, shumë rrallë. Kështu që të ishte bukur ti kishim pasur në emision. Kështu që gjatë kohës neve flasim, i nxjerrim ose i nxjerr fund të emisionit gjitha që njerëzit i shikojnë që. Do të më dërgosh pastaj. Perfekt. O Melind, planet e tuja për këtë periudhë kohe, ç'a keni plan bukur? Përveç se të vish në Shqipëri flas. Por planet e mia janë gjithashtu edhe gjithë më mendjen një trojë shqiptare. Kështu që normalisht më duhet më punu. Kam diçka që du më arrit në jetën time private, kështu që hapë një borë si të thash që kam bërë në Shqipëri. Edhe planet e mia janë më forcu ma shumë kontakt me shqiptarët, për shembull më punu edhe ma shumë me shqiptarët, me një edhe ma thellë në këtë temë. Kështu që planet e mia janë gjithashtu edhe më bëj lumë të prindërit e mi. Kjo është vetëm shumë i veçantë. Kështu planet kam shumë, por akoma nuk mund nuk akoma dita më folë, se duhet më drejtu, më bë rrugën time për këtë, po kam shumë idejet edhe mendoj se bëhet mirë. Jam bëhet qeve dhe të urej më të mirat. Gjithashtu shumë faleminderit. Shiko,
Do të bëj një pyetje që është shumë e rëndësishme, se jemi drejt fundit. Në profilin tatë në Instagram, realisht i flet gjithkohës për Shqipërinë aty. Shqipërinë shikon, flamur, ti, qiell në për Shqipëri e këto. Ndjek sa ke plot. Ndjek sa ti faktikisht ke gati, besoj unë, nga pjesa më e madhe e botës, se nuk them se besoj të kesh vetëm shqiptar edhe gjerman. Jo. Atë që publiku nuk di që ti vetëm ti e shikon, janë mesazhet, komentet nga vende tjera të botës. Qa thonë kur ty të shikojnë gjithë kohës që e pompon Shqipërinë gjithë kohës? Jam kurioz. Si reagojnë? Reagojnë mas pori, mendojnë, me thonë koti 90% i mendojnë që jam shqiptare. Kjo është fiks. Nuk thot kërkush se i gjermane, edhe shqiptarët me pojnë linde, diçka nuk është në rregull si ti nuk i gjermane. Por, më shkruajnë shumë edhe kjo është edhe një pjesë shumë rëndësi, mendoj, shqiptarët që jetojnë edhe në vende tjera botës. Domethënë, janë emigruar para disa vite për shembull në Turqi, edhe i kanë harruar më punë gjuhën shqipe, atë më shkruajnë. Kemi qetë më po ma shumë nga Shqipëria, nga troj shqiptare, si kemi babgjyshet, ose nonët e tona kemi prej, çka të di, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, edhe nuk e kemi kontakt, nuk e dim gjuhën, po për te e mune me mësu shumë femët edhe me po vendet ndryshme fini nuk mune më shku. Para gjitha po më kanë shku edhe njerëzit nga Bangladeshi. Kemi qetë marrë në Shqipëri, na të rigon të lutëm ku mune më shku. Qa venet mune me vizituar. Gjithashtu edhe njerëz nga Polonia, shumë njerëz nga bota më shkruajnë edhe më thojnë njëjtën fytyrë edhe si ke thonë ti më herët. Shumë person me energji pozitive. Nashta nuk të kuptojmë, po i këshyrim videot edhe buzëqesjen. Edhe na jepësh një ndjenjë shumë të mirë. Edhe kemi qejf më shku në Shqipëri për pushimin e të janë edhe kështu më buzëqesje edhe janë aq që relaksuar, më shkruajnë, mendojmë se keni një pushim shumë i veçantë dhe shumë bukur aty. Kështu që më vazhdu me këtë videot nga Shqipëria, nga Kosova, troj shqiptare, mendoj se është shumë rëndësi dhe shumë njëti atëherë kuptojnë njerëz, çfarë njerëz bukur, lumtur edhe shumë njerëz mirë jemi ne shqiptarët. Se bukur, ne shqiptarët, se. Ja, më bëhet qefi shumë, sinqerisht, sepse ke bërë dhe po bërë një suport shumë të madh në Instagram e rrjetet sociale për Shqipërinë. Po bërë një marketing të masë të madh, po e bukur është me zero fitim kuptim në fjalës, se një pjesë e madhe këtu për shembull e bën për lek. Intereson se dieta, njerëzit në përgjithësi duhet fitojnë diçka. Ti e bën domethënë me qefin më të madh, me zero fitim, po vetëm kënaqësi, po është suport i madh shumë. Realisht, unë kam parë në faqen klikime pafund, komente, edhe shumë interesant. Mendoj unë scenat që vinë për zemrës serëzisht, ata janë scenat më rëndësi edhe janë scenat që e ka një vlerë. Normalisht mundesh me bërë diçka edhe me lek. Por nëse bën diçka me lek, mendoj është ka një diferencë se i bën diçka me vërtetë me plot zemër. Edhe gjithashtu mendoj nëse i bën diçka me gjithë zemër edhe je 100% angazhuar për këtë, ta kthen Zoti një herë. Vjen momenti kur çdo Zoti e thot shamë të unë, kam shumë qejf më pas se një të ardhmen pasaportin i Shqipëri. Kështu që avash arritja dhe unë senat të mija. Po ju me lek, por me zemrën time, me të nga qaj bëj unë, edhe si jam me njerëzit, edhe si reagoj me njerëzit, kështu që çka vjen për zemrët, gjithashtu mirë. Do kisha i përshtypje unë që ti për kryeministre në Shqipëri do kishe qenë super për koktive. Do kishe qenë me gjithë me. Kishi pasi kryeministre si ty, do kishim qenë veni më, ku t'i gjonë, më i mirë më botë, më happy më botë, më rehat më botë. Për të abit.
Mendoj më poson këtë punë, ishte punë më ndryshe, si më qenë gjithë në jenë matore, një me gjithë për kafe, dhe të kishë me qenë shumë për kafe, se unë jam shumë redaktuar për shumë kanal. Jo, është më mirë kështu, je perfekt. Politika nuk e ka të luksin e njeriu thjesht. Njeriu thjesht ka qef të bëj jetë normale. Edhe i ka të gjitha. Politikani si ka, atë e dim shumë mirë. E bën gjumin me sy hap. I ka fut stresën vetes. Shumë të drejtë për këtë. Po, mendoj edhe diçka shumë e rëndësishme. Për shembull politikanët edhe shefat e tona, për shembull, ne jemi të gjithë njëjtë. A kiti lek më shumë si unë? S'ka gjë. Ne jemi të gjithë njëjtë. Hajmë buk njëjtë, lem, ikim një punë, pa më parasysh, po jemi të njëjtë, nuk ka dalim. Ti nuk jemi më ndryshë si unë, politikanët nuk janë më ndryshë si unë, janë njëjtë edhe ata. Kështu që duhet më dhonë gjithë kanat më relektuar, më butë, e jo eger, edhe më vonë. Shpresojmë që Shqipëria të bëhet akoma më mirë nga këto anë. Se kështu nga anë të tjera jemi në rregull, shqyr zotit. Veni më të bukur në botë. Po është me gjimen, drejt themi është veni më i bukur në botë me gjimen. Ne unë jam në Durrës, se ndroj Durrësin mas i gjo. Kam 40 vjetë këtu, edhe nuk lëviz. Nuk e shes Durrësin tim kuptimin e fjalës. Ka neve për shumë rregullime, po... Kuptoj shumë mirë. Vazhdo. Jo, si në venin tim po thosha nuk ka, me qimen. Nuk ka, është veni shumë bukur, edhe mos më dyshoni se vendi është perfekt. Nuk ka vend më bukur një botë, edhe ne që ti nga Durrësi, kështu që të them, në të ardhme kemi më bëu kumshi atëre. Hajde inshallah, shiko unë jam afër fare, te bregu. Te bregu kam zila. Po, si dam bregu detit. Nuk e dam. Bravo. Nuk e dam. Jemi afër. O Melindë, të falenderoj shumë sinqerisht që të pata në emision. Besoj kalum bukur, shumë bisedë hepi sinqerisht. Falenderoj. Po të pres kur të vish të du në studio, dhe jemi më chill, më galat. Të kalum bukur. Në gjithë. Shumë faleminderit edhe për teje, si më ke va mundësi me folë me ty. Ishte knaqësi jashtëmose, ishte mua vetë me vërtetë më bushqesje, më qake edhe me temat shumë interesante. Respekt, pa fund, edhe me knaqësi, kur vini në Shqipëri, dhe edhe të kjo, ako me klasën, bëmë intervistën, më gjithë. Do rrim, do ami drejt për qef të mbrek detit, relax, pase do vim bëjmë emisionin, ose po pate qef ti marim gjonat këtu, i shtrojmë tu pim bëjmë emision, s'është problem, unë ashu e kam. Si dush ti. Shumë mirë, bravo, faleminderit shumë, ashtu punojmë. Perfekt. Kënaqem. Të falenderoj shumë. Përshëndetje, të kalosh sa më mirë andej. Përshëndetje, kaloni mirë, kujdesni për veten, edhe ju dua shumë. Shqipoja. Normal. Ka lezet. E kemi Shqiponjën bukur edhe si logo, edhe si formë. Asnjë në botë nuk e ka ashtu. Nga do t'i rrotullojnë bota durët, se bëjnë do të edhe që bëjmë ne. Ne kemi. Jemi perfekt. Falenderoj, edhe shifemi rast tjetër. Me gjithë. Mirë pafshëm. Ciao. Ky ishte emisioni për sot, besoj u knaqet, ishte një bisedë shumë relax, shumë e bukur, dhe realisht unë jam knaq shumë sepse Melinda është interesant. Është vdes për Shqipërinë, që çdo shqiptar duhet vdesi me Shqipërinë në këtë formë. E ju po të gjithëve dhe shihemi rast tjetër. Ciao. Que la playa está